E di çka kam bërë tjetër revistë? Kemi qenë me pushime në Himar më duket, dhe e kam mbyllur jashtë derës të hotelit, sepse u mërzita nga që ai do dilte me çunat diku në darkë dhe unë dërija në hotel. Edhe sa orë ke lënë jashtë kot për kuriozitet? E kam lënë aq orë jashtë sa ai u fut nga domethënë kaloi tek balkoni i dhomës tonë, nga balkoni i një dhomës tjetër. Se i kanë parasysh hotelet në Himar. Po. E të mërshme. That's what he did, I know. Kam bërë shumë gjëra të këqija. Në fakt, shiko, ai sheka për të lavdruar për durimin, domethënë nuk e di pas ka qenë i papar, domethënë. Po. Se shumë e vështirë. Po. Dhe këto ti po thuaj që nuk është se ka ndodhur një herë, dy kanë qenë gjëra që progresivisht ndodheshin të përhershme. Vazhdimisht, vazhdimisht. Po mirë, kur erdhi kjo pika, që ti the që okay, bollvasi, nuk shkon më kështu. Nuk do jem më toksike. Unë mendoj që kjo pika nuk erdhi asnjëherë gjatë lidhjes tonë. Mendoj që kjo pika ka ardhur gjatë gjandarjes. Periudhës që ne ishim darë.